Po, i kena shumë të mira, jetojmë bashkë. Jetoni bashkë. Po. Jam e rritnë edhe edukume në atë aspekt, në atë frymë. Nuk besoj që është diçka një pengesë, është vetëm ndihmës. Unë i falenderoj edhe vjerës që e ka rrit një djalë, e ka edukuar ashtu siç është sot. Fëmia është jetë. Fëmia është jetë, nuk e di pse e ka përmend si luks, ndoshta pse ka harxhuar ashtu më shumë, nuk e di. Po fëmia është vazhdimi i jetës. Jemi të vetëdijshëm sa nana vuajnë për me pas fëmijë, kështu që nuk është sakrificë, është bekim. 3 vjetë. 3 vite. Ndryshimi jot i jetës, pasardhës fëmijës. Patjetër, është një ndryshim komplet ndryshe, ki përgjegjësi tjera për të mirë, patjetër. Cilat janë ato përgjegjësi që tu kanë shtu tash si nanë? Përveç përgjegjësive të mia, kam përgjegjësi për vajzën dhe për djalin. Ai kemi 2 fëmijë? 2 fëmijë, po. Faleminderit shumë. Çfarë moshe e bonon? 28 vjetë. Po. A do të thotë ajo koha që rinon do të qenë e përshtatshme në moshë për me qenë nanë për shembull? Nuk mendoj që ka moshë caktuar. Besoj që kur ndihet e gatshme. Sot vajzat, gratë, të përgatitura për me qenë nanë? Besoj që po. Besoj që po. Arsimimi e bën vetën. A ishe përgatitura në atë sferën, domethënë se sa duhet ato të kujtesen? Si nana, domethënë për Po mendon si që kështë? Siçi pra Patjetër, sot kemi informacione shumë të mëdha. Kemi mjek shumë të mirë. Vajzat janë më të shkolluar, më të përgatitshme. E dinë çka dojnë në jetë, e besoj që po. Krejt çka duhet është vetëm me lexu edhe me pa botën me një sy tjetër. A je përgatitur para se me qenë nanë? Patjetër. Patjetër, pse kur ti merr përgjegjësinë për me pas një fëmijë në jetë, atëherë duhesh me ditë edhe hapat të cilat kemi ndjek edhe çka kanë me të prit. Fëmia është luks. Si një gazetare që përmendë jam, ka thënë bëni rëmujë e madhe, shumë fëmia është luks. Fëmia është jetë. Fëmia është jetë, nuk e di pse e ka përmend si luks, ndoshta pse ka harxhuar ashtu më shumë, nuk e di. Po fëmia është vazhdimi i jetës. Është plotësimi i prindve. Është gjithçka. A duhet të sakrifikoj një grua 9 muaj shtazani për me qenë nanë? Me gjithë ato sfida të mëdha që Unë nuk e quaj sakrifikim, është bekim. Jo gjithkohë mundet me pas fëmijë sot. Jemi të vetëdijshëm sa nana vuajnë për me pas fëmijë, kështu që nuk është sakrificë, është bekim. e kish një rast të mërshëm para një javë që një nën ta lënë fëmijën kështu, domethënë ta sjell në kontinjer që ka ndërditur gjithë vendin. Si e sheh? Është një fatkeqësi. Është një fatkeqësi, nuk ka fjalë për me përshkru zhgënjimin ose nuk e dim rrethana ç'është ka qenë ajo gru. Se ndoshta edhe ja kanë marrë, ndoshta nuk e dim, nuk bën me gjyku, po si vepër është akt makabër. Është akt makabër se po e sjell një fëmijë në jetë edhe nuk përmerr atë përgjegjësinë që e ke nisë. Ja merr jetën vetë me një fjalë. Po, patjetër. Nuk ka fjalë për me përshkruar, është diçka që ti nuk e qef as me pa, as me ndëgju për një akt tillë. Të pas parasysh që jam nën vetë, nuk e kisha paramenu. Po nuk e di, besoj që shteti duhet ketë hapa konkret për këtë akt edhe çdo gjë me vënë drejtësisë në vend. A duhet të japin llogari gjitha këto që po ndodhin? Kush më jap llogari? Këta njerëz. Ajo që e kalon fëmin? Po patjetër. Patjetër. Po se le të marrësh në vende tjera kish ndodhur kjo është shumë e madhe. Tash unë nuk di çka me thënë, se na jetojmë në Kosovë dhe këto akte që po ndodhin janë vend i vogël, është pak jo e këndshme për mundi. Po besoj që po, duhet më vënu drejtësia në vend, se ai fëmijë që po vjen jetë e ka drejtën për me jetu. Kështu e ki mbyt.
E kam mbyt fakt. Ajo është vrasje. Një grua të kompletuar çka e bën? Sipas teje. Një gra të kompletuar çdo gjë që ata e plotësojnë. Jeta mirë, burri mirë, fëmijët, shëndeti, puna, gjithçka që është pozitive. E përmende burrin. Sa e ki, domethënë, momente ti të vështira pranë? Çdo hap. Çdo hap jam e beku me bashkë shortin që na ndajmë jetën bashkë. Shumë si ti. E faleminderit. Hamiron, në momentet që ti ki pasur nevojë, sa herë domethënë ai tu ka përgjigjur me atë themi me një anë të shpejtësim që ti ki dashur në momentet që ki qenë domethënë shumë nevojë për dikën. E ke fjalën kur jemi bërë prind? Prind kushtuar në gjitha sferat e jetës. Në çdo për shkak që bisedum për prind, përderisa kena marrë vendimin për më bë prind, atëherë ajo ka qenë i gatshëm për me ndihmu pa ja kërku. Ka ndihmu në çdo aspekt. Si për prind, si për babë që është, si për bashkëshort. Besoj që sot në këtë shekull edhe na si nana i përgatisim djamë për me qenë ma bashkëpunus, me familjar, me të afërt. Nuk e di. Unë i falenderoj edhe vjerës që e ka arrit një djalë, e ka edukuar ashtu siç është sot. Sa mirë du një vajzë që përmendi vjerën, që e ka eduku. Sa është kret fryti gjithçkajt? Patjetër, jam nanë vetë dhe kam djalë vetë dhe di që pa një edukat familjare nuk pa një edukat shtëpis, çaj fryti shtëpis edhe kur del jashtë jep atë rezultatin e vet. Do këto raportet me nanën e bashkëshortit i pas këtë mirë kogja? Po, i kena shumë të mira, jetojmë bashkë. Jetoni bashkë? Po. Mrekulli. Pro apo kundër? Me familjen e burrit? Pro, patjetër. Pro, unë jetoj me vjeri, pse jo? Ne këta vënë një grua tipike me ato të rritat shqiptare që kemi. Jam e rritën edhe edukuar në atë aspekt, në atë frymë. Nuk besoj që është diçka një pengesë, është vetëm ndihmesë. Më ka ndihmuar shumë. Do të thonë për mbyll bisedën me një mesazh për gjitha nanat, për gjitha gratë. Duani fëmijët, duani jetën, duani gjithçka që ju rrethon. Dore më të mirat në jetë. Shumë faleminderit për bisedën. Gjithë mira.